Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut të mënduar, ndërsa bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Shikues të nderuar, më lejoni që në fillim të këtij emisioni t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sonte në takimin e radhës në emisionin tonë Çka thot feja. Kemi nevojë të dimë për shumë gjëra se çka thot feja. Nga se në raport me këtë përgjigje shpeshherë njerëzit ose nuk e dinë rrënjësisht çka thot feja ose janë të keq informuar. Andaj është një përgjegjësi e madhe që na pret të gjithëve për të dhënë përgjigje kësaj pyetje të madhe çka thot feja. Çka thot feja për shumë gjëra. Dhe ne jemi duke trajtuar temën e dukurive negative, duke dhënë përgjigjen këtë pyetje çka thot feja për dukurit negative. Çka thot feja për këtë, për alkoolin kemi folur në emisionin e fundit e kështu me radhë. Sonte kam pasur dëshirë që të flas për një dukuri të radhës tjetër nga dukurit negative të këqija, të cilat është mirë, madje është e domosdoshme të trajtohet, nga se ka përhapje dhe ka shtrije të madhe, apo spaku ka filluar të ketë përmasa të ndonë në mesin e njerëzve. Mirë po, duke përcjellur zhvillimet e fundit, ditët që po gjendemi në te, debatet që po zhvillohen për këto ngjarje të fundvitit, desha që ta japë një mendim, një kontribut lidhe me gjitha këto debate. Është debatuar shumë për festet e fundvitit, për vitin e ri, a duhet festuar, a nuk duhet festuar, çka është qëndrimi i fesë për festimin e këtyre festave. Disa, për shembull, nuk e shohin se ka diçka të keqe, është thjesht një festë e ndrimit të motmotave, ndërsa disa të tjerë ndoshta pak më në mënyrë të vrazhtë e kanë trajtuar këtë temë, duke shoqëruar edhe me gjykime të saktuara për individ që e festojnë e kështu me radhë. Unë nuk dua shumë të mirë me këtë çështje sonte, në atë kuptimin që të flasa a duhet festohet, a nuk duhet festohet, por dua që të tentoj spaku dhe të provoj që të prezantoj një mesatare që duhet ne si musliman ta ndjekim në çdo rast, jo vetëm përballë këtij problemi që po na shfaqet dhe po na përsërit çdo vit. Madje patëm edhe do të thotë lajme se në një vend qytet caktuar të Kosovës një bredh është rrëzuar dhe ky rrëzim i këtij bredhi domosdoshmë është bën nga disa radikal islam e kështu me radhë. Pastaj dëgjova se një zyrtar i komunës prezident kishte thënë se jo era e ka rrëzuar, nuk ka të bëjë me dorë njeriu. Andaj dua të them se implikohen shpesh herë akuza, shpifje që e dëmtojnë këtë shoqëri, e ngarkojnë pa nevojë. Andaj ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të jemi të madh në trajtimin e gjitha këtyre temave. Shikues nderuar, çdo fe e cila ka idhëtar prezanton kuptimet e saj përballë idhëtarëve dhe përballë botës, e ka ngjyrimin e vet, i ka kufit e vet, që e dallojnë nga të tjerët, sikurse edhe shtetet dhe vendet. Dhe këto kufi ruhen shumë. Madje e dini shumë mirë se ruajtja e kufive sa është e rëndësishme. Madje edhe një nga standardet e kërkuara nga Unioni Evropian për çdo integrim të arshëm të Kosovës ka të bëjë edhe me garantimin e ruajtjes së kufive. Andaj kufit janë shumë rëndësi, nga sa ato të bëjnë mu identifiku, ato të regojnë ku fillon ti dhe ku mbaron ti. Për shkak të kufive bëjnë luftra. Andaj shumë është me ditë se ku është kufiri i kësaj.
Njohja e kufive është shumë e rëndësishme nga se edhe të drejtë njeriut nuk duhet të promovohen të drejtë njeriut në llogaritë të shkeljes së kufive. Duhet të jetë me kufi. Prandaj në kuadër të kësaj thash çdo fe ka kufit e vet. Dhe mundohet me i rujt. Normalisht ruajtja e kufive nuk duhet me prodhu konflikte. Nuk duhet me prodhu acarime. Por çdo kush duhet të respekton kufirin e tjetrit. Shumë normal. Për shembull në vendin në rajon që jemi. A ruan çdo shtet kufirin e tij? Po. Ruhet kufiri i Kosovës me shtetin e Republikës së Maqedonisë. Mi po ruajtja e kufive që bëhet nga dy palët. A shkakton ditë për acarime dhe urrëtie dhe konflikte? Jo. Mi po duhet me ruajt dikush kufirin. Dhe respektohet vija kufitare e çdo shteti. Dhe shkelja e vijës kufitare të ndonjë shteti konsiderohet agresion ndaj atij shteti. E njëjta është në jetën private të njerëzve. E njëjta është tek feja. Çdo fe ka kufit e vet. Normalisht tash, dikush i vendos kufit tek një fe, dikush tek një fe tjetër, mund të mos përputhemi në gjykatësin i cili i vendos të kufi, por megjithatë duhet respektuar. Dhe në kuadër të vendosjes këtyre kufeve, bën pjesë çdo gjë që ka të bëjë me jetën e njerëzve, që feja është përgjegjëse për rregullimin e tyre. Kjo është shumë normale, gjithkund është ashtu. Tash, Islami ka kufit e vet. Dhe Islami i sjell njeriu tëra që ka nevojë për jetën e kësaj bote. Islami i ka mësimet e duhura për jetën e individit, i ka mësimet e duhura për raportet e këtij individi me familjen, me shoqërinë, me rrethin, me gjitha që ai ka nevojë. Nga gjëra që i ka rregulluar Islami për individin i thonë të është edhe çështja e festave. Po ka festa, po ne kemi kuptimin ton të festave tona. Dikush përcakton festa në bazë të një kriteri të caktuar, dikush në bazë të kriterit të caktuar. Çdo popull, çdo komunitet, çdo bashkësi, çdo fe ka kriteret e veta për përcaktimin e festave. Për shembull, tek krishterët, lindja e Jezusit, e Isaut alayhis salam, është një festë e madhe e rëndësishme për ta. Gjithsesi nuk është tek ne ashtu. Po tek ne shënohet lindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po nuk është bajram. Nuk është bajrami ka të bëjë me diçka tjetër. Andaj dikush e përcakton festën e vet, do të thotë dhe atë që e shenjton si festë në bazë të lindjes së të parit të tij. Dikush në bazë diçka tjetër. Ne si muslimanë kemi në baza të tjera. Dhe kjo absolutisht është normale. Nuk ka nevojë kjo të dramatizohet dhe të acërohet dhe keq kuptohet. Dhe ata që ndihen musliman e që janë shumica dërmuese këtij vendi, ata i përshtaten rregullave të festës së tyre për përcaktimin e festave. S'ka gjë diçka që është dramatike, çka po ndodh, e pse dikush po fol, do të kuptuar në kuadër të kësaj apo të këtij trajtimi që e përmendën më tani. Për të ruajtur kufit, çdo po them për çdo fe, përdor mekanizma të caktuar. Dikush i ka mekanizme më të rrap, më agresiv, dikush i ka më të matur. Ne mendojmë se mekanizmat që përdor feja jon për të ruajtur kufit dhe për të ruajtur ngjyrimin individit i thtarit të kësaj feje janë mekanizma mesatar të urtë që nuk e dëmtojnë askënd, por që e ruajnë individin nga ngjyrimet e tjera. Qase duhet ta ruajmë ngjyrimin tonë si musliman, ne kemi ngjyrim, jemi të ngjyrosur me ngjyrën e fesë tonë si musliman. Prandaj, si ta ruajmë këtë ngjyrim që të mos njollosemi apo mos të ngjyrosemi, po them kështu me një shprehje më të butë, mos të ngjyrosemi me ngjyra të tjera, Islami përdor mekanizmat e duhur. Një nga këto është se ndalon përgjasimin. Ndalon që një musliman të përngjan diku që nuk është musliman. Ti përngjan në adhurimet, ti përngjan në pamjen, ti përngjan në dukjen e tij, ti përngjan në shumë gjëra, edhe ti përngjan në festa që i feston. E gjithë kjo është për ta ruajtur ngjyrimin, për ta ruajtur kufirin. Qase kjo është e kërkuar. Pse a nuk kanë të tjerët kështu? Kanë.
Të gjithë përdorin mekanizma të duhur për të ruajtur ngjyrimin e tyre. Qoftë kombëtar, qoftë fetar, kështu me radhë. Edhe ne kombi jonë është kombi shqiptar, ne jemi shqiptar. Dhe ne në këtë drejtim kemi mekanizma që i përdorim si komb për të ruajtur ngjyrimin tonë kombëtar, që të ekzistojmë dhe të vazhdojmë të me ekzistim. Nuk duhet këto mekanizma që përdoren për të ruajtur ngjyrimin ta dëmtojnë askën, të na acarojnë raporte me askën, por duhet me ekzistu. Prandaj nuk duhet që në emër të mos acarimit, në emër të mos konfliktit të shkrihemi. Jo. Mesatare është të mbetemi në raport të mirë me të tjerët, duke e ruajtur atë që është e jona. Kjo është e kërkuar. Dhe këtu ka dy ekstremizma, fatkeqësisht. Të atil që kërkojnë me çdo kusht të jemi lojal, të jemi të përkushtuar ndaj vlerave të caktuara, edhe pse i humbim vlerat tona, edhe pse shkrihemi, edhe pse humbim, edhe pse ngjyrimin ton nuk e kemi më atë që kemi pas, edhe pse nuk ka më rëndësi. Rëndësishme që të dëshmojmë se jemi pjesë e një organizimi të caktuar, po nuk mundemi. Nuk mundemi dhe shpresoj që gjithë kemi qartë në asnjë prej kërkesave të Bashkisë Evropiane dhe ndërkombëtare nuk përmend aty se kërkohet nga ju që të jekni dorë nga vlerat shekullore të fesë juaj, nëse dëshon të hapet rruga për në BE për shembull. S'ka kështu kërkon. Gjitha kërkesat janë largoni korrupsionin, ruani kufit, apo forconi shtetin, forconi ligjin. Këto janë kërkesat. Prandaj normal. Disa njerëz heqin dorë nga gjitha këto kërkesa dhe e konsiderojnë ngjyrimin fetar pengesë kryesore. Të tashmë duhet të shkrihemi tërësisht edhe në festat tona, edhe në dukjen tonë, edhe në kuptimet tona, edhe në konceptet tona, të shkrihemi tërësisht që të dëshmojmë një lojalitet ndaj dikujt që të na pranon bashkësinë e tij. Po kjo është e papranueshme. Nuk duhet të zhveshim nga ato që kemi, apo për t'i treguar dikujt se na jemi pjesë e këtij vendi, ose pjesë e këtij kontinenti gjeografikisht, ne këtu jemi. Ne këtu jemi. Prandaj kjo është një ekstremizëm. Një ekstremizëm dhe që nuk paramendon bashkëjetesën me tjetrin, edhe pse është ndryshe nga ne, dhe nuk paramendon ruajtjen e ngjyrimit të tij përmes acarimit, konfliktit dhe mospajtimeve. Dhe kjo është ekstremizëm. Nuk është kusht. A është kusht me rrit kufin e Kosovës që të vrasë çdo ditë kanë ushtar? Nuk është kusht. Kjo është problem atë, kjo është krizë. Nuk është gjendje normale. Ka ka mundësi të ruajmë kufit me vite, kur konflikt mos pas. Edhe ne kështu si musliman, mund të ruajmë kufit tan, mund të ruajmë ngjyrimin tan, pa pasur me vrarë kërkën, as pa pasur me muatru me kërkën, as pa pasur me dëmtuar askën. Jetojmë në bashkëjetesë normale, duke respektuar një tjetrin dhe duke ja respektuar kufit në ngjyrimin e tjetrit. Shumë normale kjo punë. Këto s'ka diçka që është e panjohur. E pa fatkeqësia që ndron aty se gjithmonë kërkohet nga muslimanët të jenë ata që në emër të bashkëjetesës të heqin dorë nga vlerat e tyre. E pse? Qase është e mundshme të kultivohen vlerat fetare, edhe të muslimanëve, edhe të tjera, të bashkëjetohet. Është e mundshme çdo komunitet dhe çdo përkatësi fetare, çdo komunitet fetar, ti feston festë të veta pa shkaktuar kjo ndonjë acarem, ndonjë konflikt. Pse? Pse të kushtojmë diçka që nuk është e kushtuar në esencë? Andaj ne nuk kemi nëmi përgjësu askujt, këse kemi fenë tonë originalitetin. A ka mangësi besimi islam që të huazon nga besimet e tjera? Jo, Allah. Ne kemi aq besim të kompletuar, dhe kemi aq besim të përkryer, sa që mund të japim për të tjerët. A kemi nevojë na që praktikën islame ta zavensojmë apo të huazojmë nga praktikat e tjera, qase nuk kemi ne praktikat mjaftueshme për gjëra dhe rrethana caktuara? Nuk ka nevojë. A thua vallë na mungojnë neve, për shembull, versionet e caktuara që t'i huazojmë, vlerat, gjithë e kemi. A ne të respektojmë? A se s'ka më tepër këto. Prandaj shariati kërkon për neve, të ndëruar dhe mota ndëruar, shikoj ndëruar,
Kërkon për neve që ta ruajmë gjurimin ton, duke bashkëtuar me tjerët, duke mos ecaruar raport maskën, por duke ruajtur gjurimin. Dhe kësaj i thuhet në fe mos përgjasimi. Mos i përgjaso të tjerëve, por ruaje origjinalitetin tënd. Ruaje origjinalitetin tënd, ruaje burimin tënd, ruaje gjurimin tënd. Kjo është. Dhe dietarët tu kanë përmendur një varg rregullash, të cilat qartësojnë edhe më tepër. Këtë që e thash, dhe vallahi prezantojnë në mënyrë të mrekullueshme kompaktësinë e kësaj feje. Në mënyrë të mrekullueshme qartësinë dhe kullueshmërinë e kësaj feje. Këtë është e qartë. S'ka kundërthënie, s'ka kundërshtime, me rregulla të zbatueshme, me rregulla mesatare të urta në çdo aspekt. Andaj çdo gjë që është e veçantë për një popull, është veçori që identifikohet me të. Nuk duhet të bëhet ajo pjesë e jetës tonë. Qase e dëmton ngjyrimin. E dëmton ngjyrimin. Për shembull, çdo fe apo ka simbole të saktuara të vetë që identifikohet me to. Për shembull, tek të krishterët është kryqi. Ata e kanë kryqin, identifikohen me të, dhe padyshim kjo është pjesë e ngjyrimit të tyre. Është i veçantë për ta. Për shembull, çifotët nuk kanë kryq, muslimanët nuk kanë kryq. Është i veçantë për ta. Tash ti musliman më marrën dos kryqin, thotë s'kam për qëllim krishterizmin, por unë veç po m'pëlqen forma e tij po e qas. Nuk bën. Nuk bën nga se kjo ka të bëjë me ngjyrimin, me identifikimin. Ti po identifikohesh me diçka që është e posaçme e dikujt. Leja ato që është e dikujt. Dhe ki gjëra të tjera shumë të tjera që mund zbukurohesh me to. Pse ajo është e veçantë për ta. Ka festa që janë të veçanta. Për shembull, festë e Krishtlindjeve janë të veçanta për të krishterët, janë të tyre. Normal ata i festojnë, ata i mbanë, është të tyre. Por tash muslimanët të mirën me atë çështje, është provokim për ngjyrimin. Nuk është në rregull. Të dikush të çka ka, çe të them çka ka. Në qoftë se nuk respektohen ngjyrat, bëhet kaos. Bëhet kaos. Dhe në këtë pikë nuk duhet shikuar shumë qëllimin, po nëse kam qëllim kët, po nëse festoj këtë festë për kët. Ato çka është shenjë identifikuese e dikujt, nuk shikohet shumë qëllimi si ku ndëruar. Andaj tu asjell një shembull konkret. Në qoftë se një njeri vesh me teshat të policit dhe del në rrugë. Dhe njerëzit policia që s'është ky njeri, a e lojnë me vesh të tjera, u qefën e ka, mu pëlqen të policisë në vesh. Jo, Allah, jo se ti bën problem me këtë punë. Se ti nuk je polic, vesh të policisë bën problem ti. A ne duesh, ki tesha ballë çka me veshti. Ki ngjyra sa dush, ki tesha të shumta. Apo ato tesha veshi, largon nga teshat e policisë, nga se ngjyrimi i këtyre teshave përfaqëson një kategori që ka kompetenca të caktuara dhe ti tash po e dëmton këtë ngjyrim. Ose ndokush me bajt revole, thotë pëlqen me bajtu. Nuk gjuajnë kur as të përdorëve qef kam. Nuk shkon ka punë me qef, as nuk e vit policia, më fal, këtë revole që ki këtu në shok. A ki marrë me vrakon, a veç për qef? Jo, e veç zbukurim, ani baje pra. A të lejojnë? A shikon dikush qëllimin? Jo, Allah. Jo, mjafton bartja e diçkafit që është specifike për një kategori njerëzish, mjafton ajo që tjetë për ty e ndaluar. Mjafton. Ka se alti, armë, djetë kush banë. Nuk banë masa e thjesht e njerëzve armë. Ka se bëhet kas, bëhet çrregullim. A mund të dikush, pa më nënçmani mua, kjo pa është përbuzje për mua. Kjo pa bëj ka me bajt, s'bën me bajt. Pa je banë se është polic, ti nuk je polic. Apo, prandaj e bën. Pa edhe kështu të në çdo sen. Dikush e feston një fest, pa një është e tina, aja e feston. A jetja, asë i kategori jo nuk jam. Pa ti festoj vëlla tuaj. Shumë është e thjeshtë kjo punë. Nuk ka nevojë që të rritet më tepër. Mirë, dikush mund të thotë, po viti i ri nuk ka të bëjë me fe, është ndërkombëtare. Është fe e gjithë njerëzve, festohet këmbëton ndrimi më të motëve kështu më radh.
viti i ri a përputhet me synimet e Islamit dhe me qëllimet që i realizon përmes festave? Jo. Nuk është në rrugën tonë. Nuk kam rëndësi e kujt është. Nuk jem të marrë me e kujt është. Por a bie ndesh me objektivat dhe synimet e fesë tonë? Po bie ndesh. Pse? Nga se Islami nuk na ka mësuar s'ka kufa kuptimi, u bë pravera, u bë vera, çka ka që u bë. Na festojmë me kuptim, na festojmë me qëllim. Agjerojmë një muj ditë, sakrificë, kontribut, adhurim, përkushtim, në nështrim dhe Allah Azza wa Jall. Dhe e kurrizojmë me festë Bajramit. Pse? Pse kem çka me festu? E ne që po festojmë vitin e ri, a qaq i mirë ku viti kaluam që mashallah kënaq jem, çdo rraf tarsua dhe festa? So kuptim? Dhe kjo është ajo që Islami don. Meq të festojmë me arsye dhe të ketë qëllim të caktuar. Pse? Pa veç hajt sot e s'ka në Islam veç. Nga se çdo shpenzim i mallit veç ka përgjegjësi për Allah xhalla xhelalu. Ka përgjegjësi, nuk lejohet. E mos themi në mënyrë se si festohet me harxime të shumta, mos flasim me alkool e me punë tjera, kjo që se veç po duam të thon, nuk po mirë me atë a bën apo nuk bën, kjo që tjetër. Veç po duam po mundona, ndoshta po më i arrit sa duhet, po spaku po mundona me e prezantu veç një shpjegim islam për këtë punë që të kuptojnë të gjithë. Të kuptojnë të gjithë pse sipas Islamit kjo fest nuk është fest që duhet festuar. Kurrë më tepër. A kem drejt ta shprehim qëndrimin ton? Po kem drejt, Allah, pse nuk kemi drejt? Kemi arsye për këtë punë. Dhe shprehja e qëndrimit nuk duhet absolutisht më u përcjell me dhunë, me atërim raportesh, me gjykime, me akuza, larg asaj s'ban. S'ban. E po themi se ne kemi obligim të shpjegojmë këtë çështje. Do të më rregoj çka thot feja për këtë punë. Dhe feja thot se duhet ta ruajmë ngjyrimin e fesë tonë dhe të ruajmë integritetin e kufeve të fesë tonë, që në kuadër të këtyre kufeve bën pjesë edhe aspekti i festave dhe i dëfrimeve, i gëzimeve e kështu me radhë. Prandaj Kurban Bajrami është një kurrizim i sukseseve të shumta që arrihen. Nga se 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja janë ditë adhurimit, janë ditë më të mira të vitit. Besimtari është i përkushtuar këto 10 ditë të muajit Dhul-Hijja, muaji i fundit sipas kalendarit islam, bën ibadet. Haxhiliet janë haxh, ata janë në Arafat, dhe gjithë së bashku ditën e 10 kur përfundon 10 shi Dhul-Hijjes, të gjithë ditën e 10 bën Bajram. Pse? Pse ata që kanë qenë haxh i gëzohen kontributit që kanë dhënë në sakrificës. Ne këtu që kemi mbet nuk kemi shkuar në haxh, i gëzohemi angazhimeve, përkushtimeve që kemi kaluar këto 10 ditë. Dhe shpresojmë tek Allahu xhallahu ala që ne në fal mëkatet, kemi arrit sevape të mëdha, grada të larta tek Allahu xhallahu ala dhe për shkak të kësaj arritje dhe këtij kontributi e bëjmë një festë që quhet Kurban Bajrami, ku edhe therrët kurban në shenjë falërime dhe mirënjohje ndaj Allahu xhallahu ala për begatitë të mira të shumë që ne kanë. A ka kuptim? Ka kuptim? Le të bëjmë dikur një sqarim të kësaj natyre, të logjikshëm, të arsyeshëm për vitin e ri për shembull. Valla po ndron muzika po ndron. Çajo ku është? E njëjta temperaturë, e njëjtë kur të shkodë që kanë ndrim i madh, e njëjta po ndodh. Pse duhet shumë njerëz marrë me diçka pa qëllim? Andaj duke u marrë me gjëra të tilla, fatkeqësisht edhe jeta është pa qëllim. Valla veç dikun më kënaq, valla veç dikun më dal. Po pse po shkon? Veç me humb vakt. Nuk duhet shumë të jetuaj të humbi vakt. Nuk duhet më shkoj diku, duhet më di pse po shkon. A ki fitim, a ki humbje? Apo mëson diçka, apo fiton diçka, apo shpërblehesh për këtë apo jo? Jo, valla s'di veç. Po s'bën me kur jeta mos mund pa qëllim. Do të ketë qëllim, do të ketë arsye. Do të ketë një shpjegim të caktuar. Gjitha këtu ne mëson feja jon, sikur ndëruar. Gjitha këtu feja ne mëson. Nuk e lën musliman me jetu kot. Nuk e lën musliman me fol kot. Nuk e lën musliman me festuas, mu kënaq kot. Madje edhe mu mërzit kot s'bën. Do pas arsye. Atë nëse mërzitesh pa arsye, ki përgjigj para Allahut xhallahu ala. Ki përgjigj. Pse e mërzit? Kush të ka thonë mërzit? E pse këtu je gëzu? Kush ka thonë më gëzu?
Qëse neve në udhëheq feja jon, aja në dikton tempon e jetës, në disponimit ton. Ase Zoti xhallahu ala për këtë e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Para që i harxhon, kush t'i ka thonë? Allahu azza wa jall. Kush t'ka furnizuar me parë? Zoti xhallahu. Sa është vërtet ti ke fituar, je angazhuar, ke punuar, mirë po. Kush t'ka dhënë shëndetin me punu? Kush t'ka dhënë fuqinë me punu? Kush t'ka furnizuar me atë rrugë? Allahu i mënduar. Po çati Allahu, ai Allah që t'ka furnizuar, ai ka më të marrë përgjegjësi për shpenzimin e këtij furnizimi ku e ke qenë. Nuk mund njëri me keq përdo shëndetin e tij, më thonë që hajt llazë shëndeti imi, jo. Allahu ta ka dhënë shëndetin e manat. Nuk duhet kat me e qu, duhet me rujt. Nga se ki me dhonë përresi para Zotit më dhënë për këtë shëndet. Nuk të ka jep familjen kat, po ki me dhonë përresi për te, ka qëllim caktuar. Në Islam martesa dhe familja nuk ka veç, hajt, valla duhet më martu, tani përshyri e pëshe e gjëra caktuar. Nuk është kaq i ullët, institucioni i martesës në Islam, është shumë ma fisnik, është shumë ma i nalt, ka qëllimet e veta, ka synimet e veta, është i rregulluar në mënyrë të mrekullueshme, shikohet ndëruar. Pse? Muslimoni dim se martohet. Shumë bukur dim se martohet. Dhe përgjigjja e tij në këtë pse është një varg përgjigjesh, jo vetëm një, që përfaqësojnë objektivat e martesës në Islam dhe synimet që i synon shariati përmes kësaj martese. Gjithashtu edhe gruaja, femra muslimane, aja dim se martohet, a shkon veç duhet me shku të burrë se s'bën me tani të baba. Veç i ka qa? Jo, Allah, ka synime tjera. Është familja, është e shenjtë në Islam. Ka qëllime të fisnike të ndershme, që synohen të realizohen përmes martesës. Andaj, familja është përgjithësi, pasuria është përgjithësi. Allahu ka me dvet këto para, ku i ke fitu? Në qoftë se i shpëton kësaj përgjithësie ku i ke fitu, nuk i shpëton përgjithësisë ku i ke harxhu. Nga se dhe për atë ku i ke harxhu ki më pyet. Ku i ke harxhu? Në qoftë se shpenzimet kanë qenë për shembull të paqëllimta, të kota, të paarsyeshme, të tepruara, besimtari jep përgjegjësi për këtë para Allahut xhallahu ala. Unë mendoj se shpenzimet që bën për të festuar vitin e ri janë të kësaj kategorie, që patjetërisht e ngarkojnë me përgjegjësi një musliman për shpenzim të parash pa ndonjë kuptim të saktuar. Edhe për Bajram me shpenzuar shumë pa nevojë, edhe aty ka përgjegjësi. Ata kanë të rregulluara. Kaj do të më ditë pse ja ki bukët, për çfarë arsye, kush të ka thonë në bukë kështu. Ka ti je rob i Zotit, do të më dëgjoj Allahu xhallahu ala. Andaj ky robrim dhe Allahu xhallahu ala nuk kupton që të jemi në çdo çast të jetës tonë të orientuar me mësimet e shpalljes që Zoti i mandur ja dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja jon. Ky është Islami. Nuk ka Islami ti përshtatet jetës tonë. Ka feja, e tash mi thonë fejës qëre, na që shtu jep. Mos në ngosë që to se s'munën në mengu, ama që të ngosë na. Nuk është feja kështot. Nuk ka Kur'anit na përshtatet neve. Kur'ani ka artë në prezenton një verzion që i kemi obligim ti përshtatemi. E patëm letë, e patëm vështirë, patëm mundësi, duhet mi përshtat. Duhet i përshtatemi. Kemi obligim. Prandaj edhe agjërim edhe në gusht edhe në dhëtor. I përshtatemi agjërimit. E nuk themi se jo, unë në gjinaj në dimnit. Buni livrit e Ramazani unë s'mojmo. A ka arsye? Jo, ti përshtatësh Ramazanit. E nuk duhet Ramazani mu të përshtat ty. Me thonë, ani pra, veç në dimë në gjinani pra. Ne ti përshtatët. Jo, a i ka me levizja tër vitit. Me provu kush për i përshtatët. Që ta nuk është stabil Ramazan veç me një muj. Leviz. Kush për në gjinën verese, pran verese, vjerse, dimnit e kështë mëra. Ashtu edhe namazin. Allahu xhallahu s'ka thonë çuro bjem. Kur të bëhet punë falë. Ti kryesor punën e tua, kur a duhet namaz në përshtat neva? Çuro ne us sunë falë vallahi sabaj, sa shumë herët. Ani falën edhe çati. Kur çorti me gjumit përshtat, le sabaj të përshtat aty. A ka kështu? Nuk ka kështu shikojëruar. Na duhet i përshtatemi fesë tonë. Nëse Islami thotë çum në ora 6 falë sabahun. Po ne çumsu mu çu, e po përshtatëm sa mu çu. Që kjo është feja jonë.
Islami po kërkon ti me pas një duke të caktuar apo po si mësuam me dalshëm, si mësuam me shami me dalën, s'm duket si me po për shtatë, mësoj me dal. Që kjo është feja jote. Që kjo është ti për shtatemi. Po unë mësu dyqysh gjithë me festu, anë ide mësu, ç'mësohu për shtat jo. Qase për shtat është e kërkuar. Dhe gjithkund kërkohet më për shtat, Allah. Pse veç në Islam është problem më për shtat? Gjithkund po kërkohet më për shtat. Shkon në konvikt apo aty thuhet në ora 10 do të më fik dilet. Haj në 10. Unë 10 sot tek kanë nisë menajt. Vallai mësu janë nisë menajt do të më shkim dritën. Mësau për shtatu. Qysh në shtat më hongër buka? Jo, më çfarë se mësu më hongër shtat, në sot 10 ha buk. Vallai jet pa buk. Për shtatu duhet më për shtat gjithkund. Dhe pse është problemi ju për shtat veç fest? Na këtë për shtatun. Gjithë kujtë për mënëm një për shtatë, veç kër jam puna e fest më për shtatë, problem me qysh. Edhe Islami ka kufit e vetë, e ka verzion e vetë, e ka kalëpin e vetë, tash nuk mund e prish për kërkën heq. Andaj, në kuadrë të këti trajtimi, bën pjesë edhe biseda, trajtimi që ka të bëjë edhe me veterineri, edhe me gjitha punë të tjera. Gjitha punë të tjera. Që të ruhet ngjyrimi, të ruhet kufit, të ruhet originaliteti, dhe të ruhet për shtatja. Këto janë të kërkuara, shekues në ruar. Andaj, ne kena kuptimin ton, pse festojmë, tjetë ka një kuptim tjetër. Të nërështë ndryshe për neve, pranojmë në të kuptim, nuk luftojmë për këtë punë. Nuk luftojmë. Nuk i themi tjerve, ja kene mo bajram edhe jo, ja na racu. Jo, Allah. Për mu, festoj që ka të dush. Unë e festoj këtë që është feste jemja dhe duhet të respektuar në këtë drejtim. Prandaj përsëri po e them atë që tash fillim dhe me të po përfundoj. Nuk duhet që ruajtja e ngjyrimit, ruajtja e kufeve të shkaktoj probleme dhe konflikte dhe acarime. Nuk duhet. Por nuk duhet në emër të bashkëjetesës apo të rënon kufit. Asë nuk duhet. Por duhet të ndjeket mesatarja. Ne kena fen ton, apo lakum dinukum waliyadin. Allahu xhallahu kështu tha, ju e keni fenë juaj, unë kam fenë time. Unë kam festë mia, unë kam namazin tim, unë kam konkurajëroj, ju e keni konkurajëroni, rregullisht, kena më dalë për Allahu xhallahu të gjithë japim llogari për këtë çështje, ne jemi të bindur se kjo është feja Allahu xhallahu ala, dhe kjo është më saktë, kjo është më vërteta. Sikurse çdo kush pranon për vetën e tij. Në rregull nuk dua të futem në këto muhabete, por dua të them se nëse të gjithë të tjerët apo e pranojnë se Bajrami është festa e muslimanëve dhe asnjë pjesëtar i festë tjetër nuk feston Bajram, edhe kur kush nuk i dhënohet, pse ti s'e respekton shumicën e kështu me radhë, normal është ose është festë e tij. Pse duhet ne të na imponohet për shembull diçka që nuk është e jona? Na kërkojmë gjykim të drejtë, barabart kërkojmë. Wallahi asgjë më tepër nuk po kërkojmë. Ne kërkojmë trajtim të barabartë, kurrë më tepër. Aja që po vlen për ti dhe lidhe për ne o Allah. Njëjtë, kurrë më tepër. Qysh pa mirë kuptohen të tjetë, e pse na nuk mirë kuptohen, pa na duhet më mirë kuptu. E po këtë mirë kuptim musliman nuk duhet, po thëmë për fund, musliman nuk duhet këtë mirë kuptim ta bëjmë me imponim, me dhunë, me fyrje, larg asaj. Nuk duhet jetë fjallor që acaran raporte, fjallor përjashtus, kush e bën këta, së është musliman, jo, nuk themi një kështu. Po ne po e përdojnë verzionin, për që ta feja këtë e thatë, për shtë arsye. Dhe besoj që është shumë e arsyeshme dhe shumë e logjikshme që na kuptojnë pse na nuk e kena bredhin sonë të këtu mas neve. Shumë është e qartë, apo për që ta arsye. Për që ta arsye. Sigur që nuk presim dikush, apo prej feve tjera, ta prejnë kurbanin për kurban Bajram. As nuk i dhënohemi pse nuk e prejnë, jo vallahi, hiç nuk i dhënohemi, ka se e di, me mirë kuptojmë, me të kuptaj shumë drejt, s'kemi më arsye tu. Por kur janë vakti i festës tonë, kuptojmë edhe ti mu, çështë me mirë kuptim ecën përpara, pa kurrë probleme. Allahu xhelalu na udhëzon në rrugën e drejtë, na mundsoj që ta ruajmë fen tonë. Nga se kjo është shpëtimi jon. Kjo është garancë e siguria jon. Ruajtja e fesë bëhet, shikojnë ruar duke ruajtur ngjyrimi dhe kufit. Në qoftë se ngjyrimi fillon të laramanizohet dhe kufit fillojnë të rënohen, nuk jetë pasaj shumë diçka për kësaj feje, nuk jetë shumë. Edhe ajo që nuk jetë më interesant. Kuptimi dhe bukuria e kësaj feje është
në ngjyrimin dhe kufit e saj. Këtu është fuqia e Islamit dhe këtu është bukuria e tij. Çdo cënim i këtyre dy pikave, kufive dhe ngjyrimit, e rrezikon edhe bukurinë, edhe të tjera që veçohet me to feja e jon. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na mundësof që jeta jon të ketë kuptim, fjalët tona të ketë kuptim, festat tona të ketë kuptim, veprimet tona, çdo gjë që të ketë kuptim dhe të dalim nga kjo botë faqebardh, duke pas një llogari të lehtë ditën e takimit me Allahun azza wa jall. Me kaq po i do fund kësaj pjese dhe po bëjmë një shkputje e pastaj rikthehemi përsëri të ndëruar në pjesën e dytë ku flasim për pyetje dhe përgjigje që vijnë nga ana juaj. Zoti ruaj, takohemi pas një pushimi. Shikoj ndëruar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton dhe tashmë fillojmë me inkuadrimin e telefonatave që vijnë nga ana juaj. Duke mos zgjatur më tepër, inkuadrojmë telefonatën e parë për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ko që kam 3 pyetje. Po, urna? Po, pyetja e parë është kështu. Për shembull, nëse ti ke bëbe që nuk jeni një kohë të caktuar, po pastaj në një shoh do të thonë hi, po nuk e ke ditë, nuk e kon vetë dije për çfarë që ke bëbe, ke najti ku do të von pak në kohë, mirë po nëse tu ka kujtu me herë, do më thonë ajo që ke bëbe dhe i qu për atë zali, për të i kofës, që e periudhë e caktume, së ke lajnë kofa, a duhet, do më thonë të shpaguhet në agjerim, apo se duhet deprojnë, apo të agjerim, nëse nuk kemi qenë me vedije. Po, e qartë, tjetër? Po, edhe një pyetje tjetër, nëse do më të ke përmend, do më thonë në legjeratat që të i mojtë në tradisë komentimi emrave të Allahut. Po? Ke thonë nëse i lutë është Allahut me një emrë el-Eman. Nëse lutë Allahut në një lutë të caktume, atëra e lutë të kombë të pranua. Një qartësim këtu. Qysh edhe njëre? S'po kuptoj jo. Po, të emrë Allahut el-Eman. Nëse i lutë është Allahut në qëtenën. El-Mennan? Ednan, edhe e lutë Allah dhe më thonë në lutë të saktume. Tash, nuk po di çfarë të vesh në në lutë të saktume, atëra ata vlerëson Allah këtë lutje, ose atë pranon këtë lutje. Po. Edhe një pyetje e tretë dhe e fundit është ç'është zuhdi. Po, e qartë. Që të janë 3 pyetje, Allah i rujt. Amin, aty Allah. Me nuk e di, a kemi telefonat me inkuadru mas të pratë? Mirë, vazhdojnë me këto. Pyetja parë ka të bëjë me betimin që mos të futet në kafe të caktuar dhe gabimisht është fut, nuk ka ditë absolutisht që ka të bëjë me betimin dhe në momentin kur i është kujtu ka dalë prej aty. Nuk ka nevojë me shpagu, nga se pejgamberi sa më ka thënë, Allahu xhallahu ale ja ka fal ummetit tim atë që bën me harres dhe gabimisht. Andaj këtu kemi të bën me një harres dhe Allahu xhallahu ala na ka mësuar që në Kur'an themi Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. O Zot, mos na merr në përgjegjësi nëse in nasina harrojm aw akhtana apo gabojm. Në gabimisht nuk kam pas përshëndet, po gabimisht e kam bën. Dhe këtu kemi bëjmë me harres dhe është e tejkaluar. Nuk keni nevojë me kompenzu as me shpagu me asgjë, nga se këtë e ke bërë, këtë thyre të betimit e ke bërë nga harresa, jo qëllimisht apo. Dhe vazhdon matutja do thot me betimin nëse dëshon, që do më e thy betimin, ka se ke pa që gabimisht e betuar ose po të shkakton probleme ky betim, atëra thyre e betimit duhet të përcjellet me shpagim. Sa për këtë pyetje së dytë nuk e di që kam shpjeguar emrin Allahut El-Mennan, ai që i bën mirë njerëzve, bën mirë se të furnizues të kësaj radh. Mirë, po nuk e kam përmend dikon se me lut Allah me këtë lut Allah nuk të përgjigjet apo. Nuk e di që kam thonë kështu ta, thon, ka mundësi të ndonjë keq kuptim apo kanë më dëgjuar edhe një herë që se normalisht Allah xhallahu ala duhet ta lutim Allah xhallahu ala nëse kemi mundësi t'ia përshtatim emrin me kërkesën. Për shembull, o Zot, që je falës më fal mua. Mirë me përshtat emrin Allah xhallahu ala me kërkesën, nga se kjo është më e fuqishme përgjigje. Por që nuk përshtatet emri me kërkesën, nuk do të thonë se kjo nuk kupton refuzimin e duas.
Kemi edhe pyetjen e tretë, zuhdi. Zuhd është domthonë përkufizuar nga dietar me përkufizime të ndryshme, mirë po duhet të përmend dy pyetje. Është që njeriu mos ta lakmon këtë botë dhe atë që ka nga kjo botë ta ketë në dorën e tij o në zemrën e tij. Qase ka njerëz që kanë shumë nga kjo botë, pasuri, por e kanë duart e tyre, nuk e kanë zemër. Ka njerëz që nuk kanë asgjë ose kanë shumë pa nga dunia në dorë, por shumë kanë nga dunia në zemër. Apo? Dhe nuk është kusht, për zuhdin posedimi apo mos posedimi, por është më rëndësi ku është ky posedim. Ku është? Andaj nëse kemi në dorë, nuk e kemi pasurinë të lidhur me zemër, por zemra e kemi kushtuar Allahut azza wa jall, adhurimin ndaj Zotit xhelalu ala. Nëse dunian e kemi në dorë, kërkohet ta japim, e shpenzojmë, nuk na dhimbset, nuk është në zemër. Atëherë kjo është një gjendje e zuhdit. Gjithashtu dietarët e kanë thënë se zuhdi është që njeriu të merr nga kjo botë për botën tjetër vetëm atë që i duhet në botën tjetër. Do njeriu në këtë botë të merr atë që i duhet për botën tjetër. Ndërsa atë që nuk i duhet në botën tjetër të braktisë në jetën e kësaj bote dhe kjo është një përkufizim tjetër i zuhdit. Me një fjalë është mos lakmia e kësaj bote, mos dhënie pasaj, apo mos lidhje zemrës me këtë botë, e kështu me radhë për i kuptimeve në këtë drejtim që kanë të bëjmë me këtë çështje, gjitha këto do të mund të shërbejnë si përkufizime të zuhdit, Allahu di më së miri. Telefonat në radhës në kodrojnë. Orna. Alo, mirë mrama. Mirë mrama. Do shtë me bo një pytje. Po, ornani? Jo në grue më shume, këm nisë më falë. Po? Nuk i di doft, e për qësë laptopin për para, edhe qysh po bënë hoxha po bëjë edhe une. Ka është një raket. Po, e qartë. Ka bënë që është në vazhdu. Po, tash të gjapim përgjigje inshallah. Kuptu. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit të juve. E di që njeriu që normalisht fillon me u fal, nuk ka mundësi me një herë këtë me i ditë. Ka problem. Nuk mundet këtë me i ditë, nuk është bashkë lehtë. Ka herë po them, veçanërisht kur ka bëj me moshë të shtyr, ndoshta nuk e ka lehtë me i marrë mend veprime, duat e kështu me radhë. Mirë po, disa veprime namaz nuk duhet shumë mund me i marrë mend. Andaj mendoj se fala me laptop nuk ka rregull. Për shkak se fillimisht është zhvendosje vëmendjes nga namazi në atë çekshur, të kjo ndikon në zbehjen e sevapit. Dhe e dyta, njeriu kur të falet mas dikujt në këtë mënyrë, shkon kohë gjatë pa u mësu. Apo se nuk e ngut diçka për u mësu, nuk ka diçka që e ngut. Ka dore se po falna që ky po mëson e kështu me radhë. Andaj unë ju këshilloj që ju të mundësisht, po them, opsioni i parë është që të kërkoni nga dikush që falet, apo të vjen më fal me juve. Gru qoftë, le del imam, apo të fal me juve. Edhe në qoftë është fal shpejt vetë, le të vjen më fal me ty, namaz vullnetar le të jetë për te, ti fale farzin. Por ndjeke personin e gjallë, ju e diken që është përmes fotografisë ose pamjes video në laptop. Po s'kam diken, po mirë në rregull. A din më nejtë në komë rrukuet më shkun sejtë, më nejtë që kjo është e lejtë, nuk është diçka që duhet shumë mund me majtë men. Apo? Nëse këtu veprime, dhe ato që gabon, Allahu xhallahu ta fal inshallah. Aty ku gabon, Allahu xhallahu ta fal. Por mundohu dhe përpjeku vetëm të i kalu këtë krizë të pamundësisë më u falë si duhet vetëm. E mos u falë me laptop. Largoje laptopin nga se unë e di nga përvojët e shumëta të njerëzve të ndryshëm. Burra apo gra kanë qenë të shtyër në moshë. Madje, sa po mojnë me kuptu nga zëri juaj, kanë qenë edhe më të shtyër se ju në moshë. Por, me lejen e Allahut azza wa jall, me një mund janë përpjekur dhe kanë filluar me u falë drejt si duhet. Prandaj, mase i veç një kohë caktuar po fali me laptop, veç e keni mësu pak namazin. Largoje laptopin dhe fillo me u falë vetëm, kjo është ajo që është e kërkuar dhe kjo të stimulon që të mësosh pjesët e tjera të namazit më lehtë dhe më shpejt. Allahu din më së miri. E inkuadrojmë telefonatën tjetër. Alo. Urna. Selam alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah.
Do shta me bo një pytje, Hoxha Efendi. Po orno, po ndëgjojmë. Qose gruja jep fjallë, që ka me i navale, para martese. E mande i refuzon këtë fjallë. Po. E nuk e man, do më thënë premtimin. Aha. Qa është gjynaja asaj? Po e qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mbulesa për gruan është obligative, pavarësisht a e ka dhonë fjallën apo se ka dhonë fjallën. Dhe çdo vënim në këtë drejtim e ngarkon atë me mëkat tek Allahu i madhnuar. Por në qoftë se edhe ka dhonë fjallë se posa e merr burri, posa të martohet, do të mbulohet, dhe ai në bazë të këtij premtimi ndoshta edhe ka martuar, tash kjo është edhe një gjuna tjetër i radhës që është shkelje e premtimit dhe një lloj mashtrimi. Ande e ka ngarkuar gjunohin e vet për mos mbulesë edhe me gjunahe të tjera që kanë të bëjnë tash në raport edhe me krijesën. Do të thotë, momentin kur nuk ose gjatë kohës që nuk ka qenë mbuluar, para martesës, gjunahi sa i ka qenë në raport me Zotin veç. A gjuna mes asaj dhe mes Allahut. Por në momentin kur i ka premtuar burrit se kur të martona do të mbulona, dhe nuk është mbuluar, dhe ka shkel fjalën, tash ka hyrë gjuna edhe me krijesën. Domethënë e ka dyfishuar gjunohin. Dhe kjo padyshim është shumë e rëndë për të. Në anë tjetër, çdo grua muslimane që ka thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, çdo grua muslimane që e ka thonë shahadetin, ajo e ka Allahut fjalën me këtë dëshmi, me këtë shahadet, se ka me ndëgju. Dhe çka i bjen la ilaha illa Allah? I bjen se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut. Nuk meriton të ndëgjojmë, të respektojmë askën pas Allahut dhe në emrin të Allahut. Pra kur thua la ilaha illa Allah, ti jap një besë Allahut se o Zot, çka do shika ar pionës tënde, ato çka ti më ke mësuar dhe më ke udhëzu dhe ke kërkuar për me unë kam zbatu. Kjo është nënshkrim marrëveshje mes teje mes Allahut. Se fjala la ilaha illa Allah nuk ka fjalë goje. Hajt po them la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah kështu më radh. Sikur se kanë pyetur valla hoj, jo ndo njerëz nuk falet as nuk gjinan, pin kaj herë, ama interesant se hek me gojë la ilaha illa Allah. A shkon xhenet kë? Allah nuk po them a shkon as shkon, si kam qesë të xhenetit në dorë, por po du të thonë që la ilaha illa Allah është marrëveshje kontratë mes teje mes Allahut azza xal. Allahu ta ka dërguar një shpallje, ta ka dërguar një fe, apo që kërkon prej teje me zbatu edhe me praktiku. Po sa të thuash la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ti e ke nënshkruar marrëveshjen se o Zot, çka do që të vije prej teje, çdo kërkesë, qoftë obligim për ta zbatu, unë kam e zbatu, apo qoftë ndalesë për të larguar, unë kam u largu. Ka marrëveshje ti e ke nënshkruar, te kemi dhënë llogari, atë s'kena nuk ka nevojë muslimani, për shembull, të falu, jo unë s'kam thonë që kam u fal. Ti s'ke nevojë me thonë, ka thonë Zoti. Allahu ka thonë falu. Ti tash zbatoj se ti e ke premtuar Allahu xhella wala zbatimin në momentin kur ka thonë la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Dhe kjo është shumë e qartë me kuptu kështu. Edhe ajo gru, posa ka thonë la ilaha illa Allah, posa ka thonë la ilaha illa Allah, ajo e ka jap Allahut besën se nuk ka mengu. En kuadër të këtij ndëgjimi dhe të këtij respekti është edhe mbulesa. Prandaj do të mbulu. S'kona me allon fjalën kërkuina. A s'kona me bën jetë? Në të kuptim, me bën jetë, ku bën jetë mas Ramazani më mbulu. S'ki çaj me bën jetë mas Ramazani, mbulu qtash. Qase çfarë është kjo obligim? Ose më thon për shembull dikush, për shembull, po halasum ka ardh. Po ti çka vetëm të ardh? A ka ardh shpalli Allah xhallahu ala. A ka ardh urni kuranor për mbulu ose për namaz? A ka ardh? Po që kjo është Allah me ardh, që dorëse me të ardh ti mo. Nuk të vjen ondër, as nuk vjen në qielli sapat për ty për mbulu as me fal. S'ka kësi shenja në islam. Me pritë edhe një ondër, të jam të e pritë, ti të bëhët, tani të këshyrim që ka bëhët. S'ka me pritë ondër, s'ka me qiellas, me shijas, me boras, me kore se kjo punë e lidhë. Kjo punë është lidhë me marveshje. I ke thonë Allahut la ilaha illa Allah, e ki barë që më nështru. Dhe për këtë ki me dhonë përgjësi, kjo është një mjaftueshme. Por në qoftë se edhe e zotu dhe ke dhonë premtim, ke edhe dyfishan edhe ma tepër obligimin për të zbatu këtë obligim. Allahu xhallahu ala ja mundësof se grua dhe tjerave që të mbulohen,
që fillimisht ta zbatojmë premtimin që Allahu t'ia ka dhënë, por pastaj edhe të tjerëve. Kemi telefonat tjetër e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desha me puni pyetje a lejohet ngjyra e zezë dhe ngjyrës pluk? Ngjyra e zezë? Pyetjen e dytë, a lejohet me pun namazin afër zjarrit? Po. Shporetit. E qartë. Selam aleikum. Selam aleikum. Sa i përket ngjyrës së flakë me ngjyrë të zezë, shumica e dietarëve e kanë ndaluar. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim ka thënë për babën e Ebu Bekrit, i cili zbar, ka thonë largoni këto thinja, ngjyroseni flakët, por largoni nga ngjyra e zezë. Edhe në disa transmetime i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur ngjyrën e zezë duhet larguar nga ajo. Andaj shumica e dietarëve kanë ndaluar ngjyrën e zezë, sepse ka disa prej tyre që në bazë të disa argumenteve tjera e kanë lejuar. Por unë po them që duhet larguar nga ngjyra e zezë, veçanërisht nga ajo që është tërës e zezë. Apo ngjyra e mbyllur që shkon më tepër ka ngjyra kaft ose nga ngjyra tjera, apo nuk prish punë, po nga ngjyra e zezë duhet mu largu. Maksimalisht që të shmangemi këtyre ndalesave që kanë në hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa i përket të falurit afër zjarrit nuk prish punë. Ka një hadith që pejgamberi ka thonë la tusallu ila mos u falni ka zjarri ila nar, mos u falni ka zjarri. Kjo ka qenë atë kohë kur e kanë adhuruar zjarrin dhe kur njerëzit janë kthyer ka zjarri në fal, që të largohen nga përgjasimi, që thash fillim. Do të largohen nga përgjasimi. Qase ata falen ka zjarri, dikush me të papi largu nuk dinë ai muslimana që ai që i kthy ka zjarri. Por kjo është në atë kohë kur ka qenë zjarri i hapur e kështu me radhë, ta shpërit nuk bën pjesë në këtë punë apo. Nuk bën pjesë në këtë punë apo. Veçanërisht kur falesh afër ti, nuk ke ndërtim të ti, nuk ka kur ndalese, nuk prish punë, apo që njerëzit falet në drejtim të shporetit apo afër ti, nuk ka diçka të keqe në këtë drejtim, Allah dhe më së miri. Kemi të telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desha me t'i vonë një gjithi që nëse ka mundësi. Po, orna. Buri shkon herët para se me thirë namazi sabahit, a ban me u falë namazi 6:20 thirë sabahi, mu falë 6 mu falën. Po. Tjetër? Edhe pyetja tjetër është dhikri i mbrëmjes dhe i mëngjesit që është. A ban mu lexue edhe më së Yasia? Po. E qartë. Selam aleikum, Allah ju shpërblet. Amin, e qartë. Namazi sabahut tash për shembull dallon nga namazi sabahut verës. Ande mund të them tash bën më fal, opet ki mund të pas problem për shembull verës. Unë po ta them një rregull që në bazë ti e din ti pastaj kur hin koha sabahut e kur nuk. E ki takvimin, dhe në takvim aty është imsaku. Apo imsaku tregon një kohë caktuar. 5:20, 50, 30, ka dhënë një kohë caktuar, varësisht nga koha dhe stinet. Apo ti referoje imsakut. Dhe shikoje, nëse imsaku është në 5:20, sikurse është tash në këtë ditë, në 5:20, ti falu mas 25 minuta, 30 minuta mjaft është më fal. Do thonë tash një ora 6, po mund të para orës 6 më fal. Nëse marrëm për shembull gjysmë ore apo si një kohë të mjaftueshme dhe të sigurt se ka i koha sabahut, mendoj se rregullon problemin e sabahut. Andaj 5:20 dhe 6 i bën 40 minuta. E që është e mjaftueshme hin fash në ora 10 në 6. Prandaj burrët nëse falet në ora 6, për shkak se kam shkuar punë, në rregull është namazi i tij dhe është brenda kohës së vet. Të përket dhikrit që na ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me thon dhe me këndu në kura caktuara, e ka një kuptim sër veç ashtu. Nuk është vetëm ashtu. Andaj për shembull pas ikindis, para akşamit na ka porositur me këndu nga nat kohë, zbresin shejatin. Zbresin shejtan nga vendi me boshërn tokë. Andaj besoj me koni armatost me dhikr, me koni i fortifikuar me dhikr. Që nuk e ka thonë dhikrin, rrezikohet. Por më mirë është me thonë mashaçisë mos mund hiç. Ban me thonë mashaçisë. Dhikrin e sabat ban me thonë mazdreke, më mirë se me lon krejt. Mirë po nuk garanton se në atë pjesë që se ke këndu, i koni pa mbrojtën. I koni pa mbrojtën. Kjo është si me him betej, me thonë a ban me shku në luftë, po dikur mas në 2 javë e kapi pushkën apo. Ti ban, po 2 javë çka ban pa pushkë.
Apo se ke marrë vakt kur duhet. Prandaj kohët e caktuara për dhekër kanë kuptim, kanë një qëllim, s'janë veç ashtu. Dhe mos respektimi i kohërave nuk garanton pasaj sukses për dhekrin që e duke e kënduar. Dhe Allah xhallahu ala na ka kërkuar se ai para mbrojtjes, që pika e dy që përcjell kjo është e para, Allah xhallahu ala ka caktuar, ai don me na ndëgju duke thënë në këto kohra. Qase ai ka thënë përmendeni Allah në mëngjes dhe mbrëmje, ai ka kërkuar për neve. Dhe shtyrja e këtij dhikri pas kohës së tij, megjithatë e ka se opnat, mirë po, nuk është në kohën që Zoti ka kërkuar për neve. Kemi telefonat tjetër e inkuadrojmë? Alo? Urna? Ke brezin Shatërvan, shka është? Po? Po si pas lajme, po që vëzrit musliman të rëzojnë ata. Po? Si pas stime që posojnë. Po. A kam nuk këta shka përzojnë brezin? Po. Se po a e në dhonë? Po, e qartë, po. Po, inshallah, të javim për inshallah. Unë nuk e di kush arzon bredhin, as nuk mira me këto punë, as do të thotë nuk është punë e imja. Ne mendojmë se nuk duhet në këtë mënyrë, do të thotë të sillemi. Do të thotë, në qoftë se nuk kemi të pajtimit që të bëhen shpenzohen para, se shumë po i dhimin parë të bredhë po keq përdoren gjuna, se këtë parë që të shkon rregull dhe këtë po harxhohen çu duhet, këtë njerëzit të atin pagues të kanë marrë këtë çka duhet, e tash që ky bredh na ka mbet problematik dhe ata që po harxhojnë nuk janë qytetar korrekt, nuk janë çu duhet, problem ku ka mbet kjo punë, nëse ka mirë punë diç tonë po gëzona shumë, apo që këtë punë të rregulluar dhe veç bredhë do me problem atë. Nuk duhet edhe çat bredh, nëse ka mbet punë që aty, nuk duhet me rrezu ashtu. Nuk duhet më me atë punë atë. Nuk duhet me shpreh revoltën tonë ose mos pajtimin tonë ndaj një dukurie të caktuar që nuk na pëlqen, nuk duhet me shpreh në këtë mënyrë. Nuk duhet. Qase ne duhet të ndjekim rrugët e duhura, me urtësi, me maturi, të shprehim pak kënaqësinë tonë. Mirët parasysh në rregull, nuk mirët parasysh, s'paku na para Allahut kemi përgjegjësinë. Kjo është e rëndësishme. Tash na përsham muçu bastorët. A janë në rregull bastorët? Haram është. E çish po është haram, aty sa punëtori me rrugë, sa familja këshyret po. E sa tjera po shkatërrohen? Apo e sa tjera po prishen? E të muçu dikush edhe bastorët atë tash me ushti flokëna, me i plaçkita, me diçka më bo. A kanë rregull? S'ka rregull. Në fakti që nuk pajtohem me këtë dukuri, ne ndjekim rrugët e duhura për ta shpreh pak kënaqësinë tonë. Mrena mundësive që i kemi dhe kompetencave. Andaj, me mpyt mu, a i bredh për shembull, po them me i pyet ata që e kanë vendosur, sa pare ka bo? Me siguri nuk ka kushtuar 100 euro, me siguri. Po ka kushtuar disa mijë euro ka kushtuar, apo? E tash, në Kosovën tonë me këtë varfëri, apo janë vendosur bagë do bredha do zbukurime, e cila nëse mirët në total të Kosovës, do në kalojnë milion euro për zbukurime dhe për harxhime për shumë tjera, apo? Tash, nuk e diun, po thonë tash fukarallëk, e po thonë 40% e popullit përnon, ata po harxhojnë për bredha, nuk e di tash kush duhet mundi më keq, ata që e kanë ngrit, ata që kanë rrezu bredhin. Nuk e di tash këtu kush duhet mundi pak më keq atë. Po çdo qoftë, nuk duhet na më marr me këtë punë. Nuk duhet më me këtë punë. Unë tatimin që e paguaj këtij shteti, në çdo aspekt nuk e paguaj me ngrit bredha. Nuk e paguaj. Po e paguaj për gjithë ata punëtor, për gjithë ata që punojnë për ndërtimin e këtij shteti, për të na ofruar neve shërbime, për të na ofruar neve siguri, për të na ofruar neve mundësi për punu, pa ata ajo është normal. Mirë po, pse me dhunë më marr mua, apo le të paguën ato për të tërkujt. Ose ata që kanë që me pas bredh, le të kontribuojnë. Na kemi që me pas bredhin, a ne jepni parat, bleni me parat e juve. E pse me parat e tetojnë me u ble bredhi, kur nështë shumica atyre që është ble bredhi me parat tyne, s'kanë që me pas bredh. Për shembull, a keni vetë, a kena që me pas bredh? A na keni vetë?
Shumë po përmendet kjo me taksa pagues, njerëzit e kanë pagu, dikush po e keq përdor. Po mirë da. Që ata taksa pagues, ai keni vet, ai jeni të kënaqur në taksa pagues që na më bë këtë punë, ai keni vet. Dhe nuk duhet me keq përdor dhe me lut me emocionet e njerëzve, apo me lut me mendjen e njerëzve, është bë dhe thon parë, kena shpenzuna këto njerëz djersh në vetë kanë derë, dikush edhe jetën e ka dhënë për to parë, ky brell më qun kom, dikush u e ka rrzu, këten. Ne po them, rrnimi i brellit ose çfarë do lloj mënyre e kësaj natyre dhunshme është e refuzuar, e papranuar. Por edhe keq përdorimi i kësaj ngjarje është gjithashtu i ndaluar dhe i pandershëm. As nuk ditë kush e ka bë, po thojnë. Dhe edhe po them se ka rrzuar ata. Tash kush e ka të vërtetën? Po mësojmë një herë për gjithmonë t'ia lëmë dikujt le të vërson për këtë punë Allahut. A kemi organe të hetuesisë? A kemi shtet Allah? Që duhet me njek. Kur zinë dikush e pranon e na ton tek fundit është çështje di personale, e ka bë, ne më ndiqkohet e ka bë, e merr atë që meriton dhe merr fund puna. Pse duhet këtë vëllezër musliman? Kush janë vëllezër musliman? Kush janë këta njerëz? Çu do kanë këta? Këto janë mendoj që fatkeqësi keq përdorime, keq interpretime dhe gjithashtu lajmërime tendencioze fatkeqësisht që nuk duhet me rrë viktimet tyre. Veçanërisht ky fëmijë që telefonoi, unë e di që ai nuk e kupton bash çështu që shpyti. Apo ne nuk duhet fëmijët me ngarku me pyetje të tilla dhe nuk duhet fëmijët me ngarku me probleme të tilla se kush përzon brell, a janë musliman ose musliman, pin vëzhlim me i friksu pe islamit se këta veç rrezojnë bredha bojnë sala. Edhe nëse shef mi unë në lajm me diç, më thonë, "Jo, kush e di kush e ka rrezuar djalin jam?" Apo shkojmë duke tensionu, shkojmë duke pajtu, shkojmë duke i relaksuar raport, jo duke acaru Allah. Jo duke i friksu fëmijët që peni muslimanë se kush e çka po bën ai musliman. Ndaj mendoj që duhet të jemi të përgjithshëm, të jemi të kujdesshëm dhe të matur, ka se kjo është obligimi të gjithë neve që jetojmë në këtë shtet. Pavarësisht në çka besojmë dhe çush besojmë. Kemi interventin kuadrojmë? Alo, Imrama. Imrama. Selam aleikum. Aleikum selam. Po nderuar, më falë se po përsëritet zoni kështu përmes internetit. Po. Unë ndjesë për më bëni të vitë kështë shumë serioze të qa. Po? Ishte fjalla diçka me një motër time të martune. Ajo kishte pas dëshirë me shku dikon të një faltore me shku. Po? Ajo thashën e mos shkoni në përfaltore se me të vërtetë unë heq nuk ju besoj apo kupton këtyre gjanave. Mirë po ajo insistoi ke dhe motra tjetër ja boni, po çapo tani tyva si çka po të intereson tyva kjo puna apo kupton? Ke ka për veti, se ka për ty. Thash po haram vllash kjo, oj motër thash haram është kjo me shku në përfaltore. Edhe dyqysh po bisin konflikt me vetin kur s'po më kupton kërkosh as motra as prindi, për shembull, thot, lej babi këtu, mësa ti, leje mos lexon asa shumë Kur'an, mos u pizat shumë anë këni. Po. Unë hoxhi nderuar po lexoja, mo shumë po se thona, po në shtatynve pju duket që mune po munona shumë, nuk e di ku është problemi. Po. Në rregull, e qartë, e kuptuam, nëse nuk keni diçka tjetër, Allah i shpërbleft. Po, si duket u ndërpjet dhe lidhe vetë. Kjo përpyetje i ka dy lloje përgjigjesh, një të zgjeruar, detajzuar dhe një shkurt. Ti e ke obligim çdo sen që e din të mirë për motrën tënde t'ia thuash. Dhe të munduar të largosh nga çdo gjë që është e keqe. Dekurimet e njerëzve ansore që mundon me dekuraju, çka kemi thonë, çka po përzirti, po le punën e saj. Apo nuk duhet ty me të smbraps nga ruajtja e motrës tënde që mos bien këtë mëkat të madh, që është shkuar tek falltura, që është shirk, është për mëkate më të mëdha me shku tek ata gënjeshtar, tek ata mashtrues. Është gjëna e madhe me shku atje.
Dhe njerëz është interesant. Për gjithë shka përzihen. Kur vjen puna e fesë, ty të lehtë këndon, s'ban me fol me përzi kërkuj për fe. Po mirë lot ja. Për shembull, sot ka rregull. Në qoftë se një prind nuk e çon djalin në shkollë, s'do më çon në shkollë. Djali jam është. Me zor e çon në shkollë. Me zor. Sa mirë ja bojnë. Për shkak se qysh ti, po e keq përdor pozitën ndaj fëmijëve pepron nga shkollimi. Po? Duhet më qut fëmijë në shkollë. Duhet marrë si mu. E pse këtu kërkosh sot apo pa djali ti që kanë më përzinë Allah për këtë punë, çat dush bëj? Daq rre, daq vraje, daq gjuje pe mali. Jo ti është, më ç'zdij me ty, çka më dhit mu, a thot dikush kështu? E kërkosh sot apo? Kërkosh sot? Madje përzihen e lojnë, se lojnë me bojën, madje edhe burgos për këtë punë. Sepse nuk mosh bashka dush me boti. E kur vjen puna e fesë, dikush e prish fenë vet fatkeqësisht. Për shkak të ignorancës, e dëmton veten, e rrezikon me u djeg me xhenem, edhe kur i thosh, "Më mos bë, çapi përzihet, ti le të bën çfarë don." Po nuk më me syt mi me non dikon me shkon zjarr, valla, nuk moj. Dhe mendoj që duhet me usëru këtë, nuk bëhet fjalë për përzierje, po bëhet fjalë për dert. Edhe njerëzit kur thonë për shembull, "Çfarë ke rrok këtë fe ka shumë opton?" Po nuk duhet me rrok fen shumë me të shtirë, është vërtet. Me kop, me sikletë, me kop, njëri domethënë me lodh veten, me ngjinu ditë për ditë, mu fal gjithë natën, pse lodhet tani mu s'ka nevojë kaq shumë, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë me fal as 10 vakte, as 15 balljen. Nuk ka nevojë me ngjinu 11 muaj ditë, 1 muaj ngjinon, apo nuk ka pa fjalë me siklet. Jo në veç 1 muaj s'po mdal ballun, një 3 muaj do më ngjinua, s'ka lazëm valla, nuk ka nevojë. Andaj kush është ai që po e përcakton? Se e ke kop fejnë me të stira, se ke kop, kush është ai? Ajo është shariati, feja. Kanë ardhur njerëz tek pejgamberi alayhi sallam dhe ka thonë, kam pyet për jetën e tij, s'ka qenë te shtëpia. Ka thonë një epigrave ti, ka thonë, vallahi pejgamberi sa falet natën, po dhe flan, normal. E han bukën, po çu sa ngjinon, kare nuk ngjinon han buk. Çu sot edhe martohet, çu nuk martohet, u martu. Ata kanë vallahi ky pejgamber, nëse te ky është e pranueshme mos me kon shumë të mirë i përkushtuar në adhurim. Shikoj, pejgamberi son për sipasyre s'është i përkushtuar sa duhet në adhurim. Apo? Ama ati Allah ka falë, gjuna, e s'ka gjuna, mana njëri ka thonë për ty. Une gjithë ka me agjiru, kur buk s'ka me hangër. Te ti ka thonë, une kur s'ka me flajt, gjithë në ka me falë. Te ti ka thonë, une kur s'ka me martu, gjithë ka me koni përkushtum në adhurimit. Tash, ku me ditna e ka të pru këta, se kanë të prua, kanë mirë, se kanë mirë, ku me ditna? Po e kanë i pikë referimi. Pejgamberi sallallahu kur ka ardhi, e ka tregu, ka thonë më lësëm, une falem edhe flaj. Une agjeroj edhe habuk dhe martuam. Kush do që nuk është në rrugën time, nuk është për me. A e ka përcaktuar një standard. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përcaktuar një mostër. E tash, na duhet me këshyr Muhamedin alayhi salatu wasalam me shiku dhe në bazë dhe me vendos. A i ka jap dikush shumë zar, a dikush hiç ka jap zar. Ka të pas një pikë referimi, nuk mundem me caktu tash atë punë kush për çfarë çka ka. Andaj më nëse ti duhet me u shpjegua aty, ne. Me bisedu me ta, por edhe me bo sabër. Po në rregull është. Edhe në aspekte tjera mos le mungu. Në mësimet e shkollës mos le mungu, në punët e shtëpisë mos le mungu, në obligimet që i kinde familjes mos le mungu, gjitha mundon me i kry, që mos të gjendë një arsyetim se tu marr me fe, hupi shkolla. Jo, nga se feja nuk ta hup shkollën, feja nuk ta hup familjen, feja nuk të hup kurrë. Wallahi feja veç ti lehtëson të gjitha ato që ki që më arrit ma mirë, ma drejt, ma sigurt, ma këndshëm dhe ma letë. Qëto e bën feja. Edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Ndë njerët kanë ignorancë, nuk din, duhet me i kuptu, me osjeru me të mirë, me butësi, me urësi, por edhe me bo sabër, inshallah, me lejnë Allah të manduar, do të gjesh rrugdale, inshallah. A mos u ndalë se këshilluar. Këshillaj me fjalë të mira, me të buta, me sile korrekte të mirë. Këshillaj, kjo nuk është mirë. Çka bën ti nuk mund të përzi, kuptim me të ndalë, me zar. Por nuk ka rregull, Zoti e ka ndalu. Andaj nëse bën këtë punë, Allahu i dhënohet me ty. Allahu kur i dhënohet me ty nuk t'jap hajër. Dhe më asjeru, më aspjegu, inshallah do Zoti xhallahu ala i udhëzon në rrugën e drejtë. Kemi telefon të drejtë në kuadrojmë. Selam aleikum wa rahmatullah.
Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po, lëndërum, dhe shta më të adhon në pytje lidhje me shkurtimin e namazit. Në përrejti në 2 drejtimet i bëjt 8 kilometra rrugë prej shpisë në punë. Dhe du me ditë pak ma zënësesh kur për lejohet më bërë shkurtimi namazit, se në përvejti po kam kohë me falë, sa manë që dohet këm pletë me falë namazit, po du me ditë është e obligushme me shkurtu, apo jo, edhe kur nuk i ku me falë i këndin, gjatë kur e din që jenë në rrugë tem, a lejohet me falë me herë me bashku me drejkën. Po. Selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum salam wa barakatuh. Se përket shkurtimit të namazit, dietarët islam nuk janë të një mendimi rreth, domethënë mënyrës se si përcaktohet largësia. Në disa kanë përcaktuar largësinë me kilometra, kanë thënë kaq, kalon kaq kilometra, i udhëton, nuk kalon nuk i udhëton. Kanë një vi pak ma stabile ose me thonë ma të ngurtë që nuk lëviz. A të bjen ty me kënë udhëtar, a të bjen me kënë udhëtar, apo a konsiderohet udhëtar dikush në vend caktuara edhe me ma pak se kaq, ata nuk e këshyrin. Më rëndësishme se 85 km i udhëtar. Në 84 km mi kalu e 800 metra nuk i udhëtar. Janë shumë strikt këtë drejtim. Një pjesë e dietore ka thënë se nuk duhet shikuar me kilometra, por rrethonat e njerëzve dhe vendbanimet e tyre dallojnë për vendin vend. Ka vende për shembull ku njeriu për me dal udhëtar duhet me kalon në 200 km. Ka vende ku njeriu me udhëtar sikur se në Kosovë vani i vogël është, ti me 50 km po udhëtar. Se kalon në një vend tjetër, nuk ki raporte me atë vend, po më nej kështu që ta afërsisë. Ai vend e konsideron me shku me udhë dhe atje. Prandaj mendoj se ky mendim i është pak më i përshtatshëm dhe më fleksibël. Po dikush më thonë, "Jo, Allah, ky është i paqartë." Kjo është i qartë shumë nëse kuptojmë drejt. Një herë kuptojmë drejt dhe jemi rahat. Prandaj largësia e udhëtimit përcaktohet në bazë të traditës së vendit. Apo ato që sipas vend është udhëtim, ajo është udhëtim dhe në atë largësi shkurtohet namazi. Në situatë që përmet 80 km, ne që ndërthana që ne jetojmë në Kosovë, inshallah është largësi e mjaftueshme për të lejuar ty të shfrytëzosh lehtësimet e udhëtarit. Sa i përket asaj se po ka herë muna me fal plot, a është obligim shkurtimi apo jo? Një grup i dietarëve mendon se është obligativ shkurtimi. Nëse pjesa e mbetur dietare mendon se nuk është obligativ, por është lehtësim nga Allahu Azza wa Jall. Andaj nuk është mirë me refuzu lehtësimin e Allahut Azza wa Jall. Por nëse fal të plot namazin e ke në rregull, nuk është i pavlefshëm ai namaz. Andaj nuk është obligativ shkurtimi, Shkurtimi nuk është obligativ, por nuk është mirë me refuzu dhuratën nga Zoti Xhela Xhelalu. Kemi pyetjen e radhës që inkuadrojmë. Selam aleikum hoç, dhe shta me bani pyetja moj. Aleikum salam, urna. Ja kena lanë një bit emrin janë, me qëllimin që është emër musliman, si kena gjithë emrat musliman. Qysh e keni lanë? Emri që është, emri nuk e ndëgjohet. Janë? Të emrat musliman edhe që ka kuptimin shpirt i jetë, po më fakt të është emër turk edhe lexohet gjanë. Tash është e leju me që na mja gjanë emrin janë, dëmë fana e këna gjanë, po mos mja ndru, mja lanë emrin janë, ose në ashtë është ma mirë që mja lanë a janë, mja shtu një a për para, dhe cili është mendimi ëtë për këtë emër, dëmë fana për a janë. Po. Faleminderit shumë hoqë. Wallahi emrin kom ndonë disarë, emrin e pas kuptim. Apo tash. Ai emën për kekën i marju, buron nga fjala nga gjuha turke. Gjan, do të sikur të pranë shpirt ose po. Tash janë asume turqisht, asume shqip, asume ta kurçi sumet. Në mirë është Mehmet diçysh kë jamën. Mirë është Mehmet diçysh. Dhe nëse më pyet mua ç'është më mirë Mehmet, më mirë më ashtuni a. Ai janë është në gjuhën arabe që ka kuptim të bukurisë, të pamjes së mirë e kështu me radhë. Prandaj që vendosni një a përpara dhe bëni zgjidhje adekuate në këtë drejtim, Allahu dhe më së miri. E inkuadrojmë edhe pyetjen e fundit për sonte, nga se kemi pyetje me SMS-a që duhet mirë me to. Andaj pyetja e fundit për sonte
inkuadrohet. Urdhani. Alo, selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Deshta me ju një pyetje. Po, urdhna. Puna e shpunjes së veshëve, për mi shpu vesht. Po. E tash pa marrë parasysh kur shkon te argjentari mashkulli është. Po. Edhe kum dëgju që femra pa i shpu vesht ku ka gjyna. Po, e qartë. E tash ke kisha kërku një këshill nga ju, nëse ban? Po, e qartë. Ajde, selam aleikum. Aleikum selam. Fillimisht shpuarja e vesht nuk është obligative. Femra që nuk i shpon vesht nuk ka gjuna. Por megjithatë është një stoli për femrën, do të thotë shpuarja e veshëve, por që stoli nuk shfaqet para çdo kujt, po do të më ditë ku më shfaq këtë stoli. Se përkat asaj se më shku tek mashkulli më shpu vesh s'ka tërkosh, unë do të thotë padyshim se prekja e mashkullit femrën e huaj pa arsye është ndaluar, nuk bën. Ne këtu mund të bëj zgjidhje. Mi preferua aty që ki mundësi mi vendos për shembull ka dorza që vendosin mjekt apo dorza të plastikës që vendosen dhe nuk prish punë. Apo pastaj nuk është prekje drejt për drejt dhe është me nevojë për të shpu vesht, mendoj që me këtë bën zgjidhje inshallah dhe del prej asaj që është ndaluar. Thash se kjo është telefonata e fundit për sonte dhe kemi pyetje të shumta që kanë ardhur me SMS, po vazhdoj me i lexu. Thotë, hoqë nderuar, desha të bëj pyetje me lidhje me Allahut Ar-Rahman Ar-Rahim As-Samad. Si gjithë në popullin tonë shqiptar ka njerëz që bëjnë këtë emra si për Ar-Rahman Ar-Rahim As-Samad. A kanë haram nëse i thirrëm këta njerëz me këtë emra, Allah i përmundet. Emri Ar-Rahman është i posaçëm për Allahun xhallahu ala, nuk ka mundësi me pa në një njerëz. Apo dhe gjithashtu Samad është një emër që është problem me pas dikush për njerëz zotën, po është më botë se emri Ar-Rahman. Nëse Ar-Rahim, Rahim nuk prish punë. Të sigurisht nuk prish punë. Por përderisa të na gjuhën shqipe nuk janë këta emra tamam si në gjuhën arabe. Se në gjuhën arabe duhet të pas një el përpara, që thuhet një ashtuese. Do të thotë quan tamam kush e mërtot me të. As-Samad, Ar-Rahman. Të janë këto el, ka Samad, ka Ar-Rahman, kështu me radhë. Ne duhet me këshillu që ata me ndru këta emra. Do të thonë bëne Abdurrahman, bëne Abdussamad. Kjo është e kërkuar. Ose s'pakun se s'ka mundësi me ndru dokumenta me e thirr kështu Abdurrahman. Por edhe pa këtë me e thirr nuk më nëse bëhet gjuna. Nga se nuk është drejt për drejt emri Allah xhallahu ala, përse nuk e ka njërin shquese përpara që e shquan tamam këtë emër që thot emri i Allahut të madhnuar, Allah dhe mësmirë. Thot, ju lutem më lexoni këtë SMS, jam në gjunaqare e madhe dhe tash e udhëzu mirë, por shumë më brengosin gjërat që i kam bë dhe kur qyshun e marr veten me të mirë. Dhe kam frikë që nuk do më fal Allahu dhe mendoj që as namaz nuk më pranohet. Fakti që ke qenë gjunaqare e madhe nuk je vetmja. Ka pas shumë të tillë dhe nuk mendoj se je gjunaqare më e madhe e mundshme. Ka pas gjunaqare dhe gjunaqar shumë më të mëdha se ti dhe janë penduar tek Allahu xhallahu ala, është përmirësuar gjendja e tyre dhe kanë kaluar nga të qendrit rob që Allah është hidhruar mbi të në rob që Allahu xhallahu është i kënaqur me ta dhe i don. Prandaj në këto situata kur robi bartet nga një nënshtrim dhe ndëgjim të shejtanit, në nënshtrim dhe ndëgjim të Allahut azhjel, shejtani nuk e lën rahat. Nuk e lën rahat, mundohet me e vërshu me vezvese të lloj-llojshme të ndryshme. Dhe nga këto vezvese është ti bëdjava pa ndosh, që ke bua ti kur s'falet. Kjo është përshpëritje e shejtanit për me të zhgënjy dhe me të mbrapsë nga pendimi dhe rruga Allahut azhjel. Mos e ndëgja. Ndëgjoj Allahu xhallahu ala që thot Allahu i madhnuar: Ja ibadi alladhina asrafu, o ju rob të mi që keni tepruar në gjunahe, keni bu masraf në gjunahe, shumë keni bu gjunahe, la taqnatu min rahmatillah. Kjo është fjala e Allahut. Mos e humni shpresën nga mëshira e Zotit. Kërkoni falje, pendohuni, braktisni ato gjunahe, përmirësoni gjendjen e juaj. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Nga sa Allahu i fal të gjitha mëkatet, nëse pendohuni si duhet. Allahu po të garanton se të fal. Allahu po të garanton se e shlyn të kaluarën.
madje nëse përmirësohet gjendja jote dhe vazhdon me qëndrueshmëri dhe stabilitet në rrugën e Zotit, edhe e kaluara jo vetëm që nuk do të jetë më, por do të shndrohet në vepra të mira. Kjo është joshje, kjo është thirrje hyjnore që Zoti xhallahu u bën mëkatarëve. Andaj nuk duhet të marrë këtë vetë, kjo është vezvese e shejtanit. Lavit në udhë bla mënu s'pranohet namazi. Pse s'pranohet namazi? E kryen namazin që duhet. A falesh me abdes? Kthesh ka kibla, e kryen punën që duhet. Atë pse s'ka më pranu? Po se vapi mund me kon më i pakt ose më do të më i rritur në bazë të koncentrimit dhe përqendrimit. Më pranimi, inshallah po shpresojmë tek Allahu xhallahu ala që pranohet. Nuk duhet me pas mendim të keq për Zotin xhallahu ala që na bojmë punën as ne pranon. Asoj, po bezdor friksohet. Ka një dro. Por dro pozitive që e ruan me lejen e Allahut të mëdhenuar, e ruan nga vetpëlqimi, e ruan nga syfatësia, e ruan nga neglizhenca, kujdeset. Ama njëri me pas mendimi të keq, se Allah s'u pranon namazin, unë jam një larg asaj. Wallahi fakti që Allahu xhallahu të ka udhëzu, dhe fakti që Allahu i mëdhenuar të ka kthyer në rrugën e drejtë, dhe të ka ushqyer dhe të ka pajis me këtë keqardhje, kjo është çaj e madhe se Allahu ta ka pranuar pendimin dhe Allahu i mëdhenuar po don me qenë në rrugën e tij. A nuk është kjo e mirë? A nuk është kjo joshje? A nuk është kjo pozitivitet? Andaj kurrën e kurrës mos gabok me menu. Wallahi ai që mënon se Allahu s'ia fal, bën gjuna më të madhe se krejt gjuna që i ka bë. Njëri ka pas mundësi me bë me qindra gjunohe. Me vjet me kalon mëkate. Mëkate të tmerrshme të këqija me bë. Por kur don më u pendu, me bë me thonë që Allahu s'mi fal të gjuna se shumë kum bë, që kjo fjalë gjuna më i madh se krejt gjuna që i ke bë. Qysh ti fal? Ai po tun ti fali, ti po thjesht mi fal. Ai po thirr eja pendohu dhe kthau, ti po thjesht jo se s'u pranon ti. Po Allah ti ka qel dyert e pendimit. Andaj nuk duhet që ne ti përgjigjemi vezveseve të shejtanit. Ne nuk duhet që ti përgjigjemi përshpëritjeve keqadashëse. Ato që na dekurajojnë, ato që na zhgënjejnë, që vjen nga shejtani, nuk duhet më bë. Po nuk duhet me jetu me shpresat kota. Allahu na fal gjunat, ka vakt. Inshallah po, ajo Allah kështu t'ja. Jo, ai që rën me shpresat kota, për ta nuk vlen kjo që tham. Kjo që nuk vlen për ta. Kjo vlen për të penduarit, ata që ndihen keq, për ta vlen kjo. Po njëri se ka gale, apo bën gjunaj, hajse Allahu ma fal, i ka bën që bën më keq edhe më shumë. Atër po, këta duhet më tut bagi shumë se. Këtyne Allahu xhallahu me këtë mendjemasi, apo me këtë shpresë të kotë, nuk u ka garantuar se u fal. As nuk u ka premtuar falje, u ka premtuar falje atyre që pendohen. Sot që kanë bërë gjunaj. Andaj historia një mëkatar shumë të madh, keqbërës të tmerrshëm, por që Zoti xhallahu ala u ka fal, ka se janë penduar dhe janë kthyer te Zoti xhallahu xhelalu. Andaj ne nëse pendohemi tek Zoti i manduar, duhet të vazhdojmë me tutje me punë të mira, të vazhdojmë me aktivitete dobishme, me përgjigjen e Zotit xhallahu xhelalu, të përgjigjemi urdhave të tij, të braktisim të ndaluarën dhe me lejen e Allahu xhallahu ala, Allahu na fal, vetëm që na fal, po na shpërblen e na ruan nga dënimi i dëmshëm. Andaj me këtë pyetje dua që ta përmbylli emisionin e sonte të shikuar, duke lutur Allahun që Allahu të na falë mëkatet tona, të na jap një jetë të mirë në jetën e kësaj bote, dhe të na jap jetë të mirë në botën tjetër të na ruan nga dënimi i xhenemit. Me kaq po japim fund deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.